Na ndiqni në faqen tonë Shëndeti, duke bërë like. Shëndeti. Tetë shtetet më të vogla të botës. Monaco ka sipërfaqe prej 2 km². Është themeluar në vitin 1297, kur François Grimaldi ndau kështjellën e tij nga Italia. Shtrihet në 195 hektar. Pjesa më e madhe e vendit mund të shëtitet në këmbë, por mund të përdoret edhe liftet dhe shkallët lëvizëse. Grenada ka sipërfaqe prej 344 km². Njihet edhe si shteti i mëlmesave, me që prodhon shumë arë moskati. Në të ndodhen pikë vrojtimet më spektakolare të Karaibeve. Në maj të maleve vulkanike ndodhet krateri i mbushur me ujë. Malta ka sipërfaqen prej 316 km². Aty gjatë tërë vitit mbahen festivale nga më të ndryshme. San Marino, me 61 km², ndodhet në lartësitë mbidetare në atë të Italisë. Kjo republikë është themeluar në vitin 301 dhe konsiderohet nga më të vjetrat në botë. 3 kështjellat në të janë të pashmangshme për vizitorët. Liechtensteini ka 160 km² sipërfaqe, por është temë barsoletash sepse ofron më shumë se 160 km shtigje të përsosura për skijim. Pashtu ka 90 km shtigje për ciklist. Ishujt Marshall është shtet me sipërfaqe 181 km² dhe përbëhet nga 60 kepa e ishujt të vendosur në oqeanin e pajësorit. Në të jetojnë 52.000 banor. Arrat e kokosit përbëjnë artikullin kryesor të eksportit, nga i cili siguron 70% të GDP-s. Maldivet. Në të gjithë 298 km², i është përshtatur turizmit, argëtimit, notimit me delfin, kurse sporti i peshkimit është atraktiv, sepse peshqit këtu nuk bie në grep. Tuvalu është shtet prej 26 km², i përbërë nga kepe e ishuj koralesh në paqësor. E gjithë sipërfaqja përbëhet nga një zinxhir rripash që shtrihen në gjatësi 676 km, që e bën ideale për notim rreth tyre. Na ndiqni në faqen tonë Shëndeti, duke bërë like. Shëndeti.